Se për shaka. Nese, qëllimi im është për ta bërë. Më i përmende tek Nishi në fakt ka pasur shumë emra të njohur. Përmende Kasti ka qenë njerëz zakonshëm. Gjirin, Ariola, Fifi, Iliri, Monika, Beatrix ka qenë. Beatrixi, Ti ke qenë shumë ofër Angel. Beatrix. Po, ne kam patur dhe në klasë Beatrixin. E kam patur në klasë në universitet, kështu që ne njiheshim dhe më përpara. I keni rujt raportet edhe pas daljes? E kam taku për herë të fundit në Prishtinë, 2 vite më përpara ndoshta, kemi hëngër një drek bashk. Kishim ko pa folur, me thënë drejtën, më komplimentoj për dancing, normalisht i kam shkruajtur kur është dashur për t'i shkruajtur, më vjen shumë keq që ka kaluar një situatë të vështirë me Gonën. Jam munduar t'ja u çoj fjalët nëpërmjet miqve normalisht, sepse nuk kam kontakt më të drejtë për drejtë dhe nuk dua dukem shumë hipokrit që të shkruaj njerëzve kur si kam shkruajtur pjesën tjetër. Duke që e kanë kaluar. Por që duke që e kanë kaluar dhe jam shumë i lumtur, mua më vjen keq që Beatrixi nuk është akoma këtu dhe nuk është aktive, sepse realisht është këngëtare shumë e mirë, edhe përveç të tjerash është gocë shumë e mirë. Kështu që për këtë arsye vetëm më vjen keq që nuk është vërdall. Por që për sa kohë është e lumtur aty ku është zgjedhja e saj personale dhe unë jam i lumtur nëse ajo apo kushdo tjetër është i lumtur. Nuk mund të lëshoj pa të pyet edhe për këtë biletën e famshme që në fakt u bë edhe këtë vit si temë diskutimi, po u kuptua, ti e kishe bu pa kuptu. Si ka mundësi? U shpëtoj produksionit, apo ti ishe shumë, po shumë i vëmendshëm se si. Këtu pastaj hyn ajo eksperienca televizive që unë kisha kur bëra Bigun. Sepse kisha bërë televizion më përpara. Unë e dija shumë mirë ku qëndronin kamerat, e dija shumë mirë çfarë shifej dhe çfarë nuk shifej. Kështu që ka gjithmonë ato black spots që kamerat nuk i kapin. Normalisht e dija ku ishte, kështu që e mora, e hapa në banjo, e pash, e dija që e kisha dhe thash okej. Dhe prandaj kur njerëzit atë natë normalisht fillun të qanin Monika, këto unë doja më tepër për të kuptuar se kush janë njerëzit që më vërtet më kishin gjanë në shtëpi dhe kuptova atë natë kush ishin, sepse kur u riktheva, ndryshoi loja ime dhe mendoj që bëra goxha më mirë kur u riktheva. Ti, në Big Brotherin e radhës, do e qash, kam përshtypjen. Po se di tani se kështu themi të gjithë, se kur ty unë do bëj namin, po... Me që është nga fundi i Big Brother Albania, kush mendon se... Unë jam... Të kam pas e po e ndjek. Shiko, e ndjek, por këtë vit çuditërisht nuk kam patur çmenduri të jem fan si dikujt apo dikujt tjetër. Jam shumë i lumtur me çka ka ndodhur. Mendoj gjithsesi që është një Big Brother i egër, është një Big Brother goxha i vështirë. Lëkund hiç në Shqipëri, sepse ju e kuptoni më mirë fillimi i firmës në po të njëjtën kohë, pra nga fundi po në... Shiko, ndoshta më shumë ndikon në social media, sepse Moza po bën namin si fenomen, po nga ana tjetër ka një fanbase të Selinës, Brikenës, Mateos, që ka vazhduar për shumë kohësh, më kupton, dhe është e pamundur që ti ta fikësh sot me buton se filloi ferma. Por që janë të dyja formate shumë interesante dhe të bëra shumë mirë, pa diskutim. Thash, mendoj që ka qenë një Big Brother i egër dhe gjë për cilën unë për shumë zgjedhje që janë bërë në këtë edicion nuk kam qenë dakord, sidomos me qëndrimin e Rogertit akoma në shtëpi, vazhdoj të mos e kuptoj, është aty